Korça është kthyer këtë fundjavë në kryeqendrën e muzikës frymore duke mirëpritur edicionin e dytë të festivalit ndërkombëtar të bandave. Për 2 ditë më radh, rrugët, pezari i vjetër e zona këmbësore do të mbushen me tinguj të orkestrave të ardhura nga Shqipëria, Italia e Malizi e Maqedonia e Veriut. Mbi 200 artistë do të performojnë në koncerte e parada, duke kthyer qytetin në një skenë të hapur artistike, ndërsa festivali synon të forcojë bashkëpunimin mes trupave pjesëmarrëse e të promovojë traditën e muzikës frymore. Organizatori i festivalit, Ilir Kollima, tha se pas suksesit të vitit të kaluar, aktiviteti po konsolidohet si një traditë e rëndësishme kulturore, jo vetëm për Korçën, por për të gjithë vendin. Ai theksoi se festivali ka bashkuar rreth 200 artistë nga disa shtete, përfshirë orkestra shqiptare e ato italiane me traditë shekullore, ndërsa nuk mungojnë as aktivitetet edukative për të rinjt. Lulu Festival, çfarë sjell këtë edicion, kush merr pjesë dhe vlerat që ka? Atëherë, ky është edicioni i dytë e një prej festivaleve që tashmë është traditë, jo vetëm për Korçën, por edhe për gjithë Shqipërinë, duke afruar në Korçë rreth 2 ditëve rreth ndoshta 200 artistë të ardhur nga Kosova, Maqedonia e Veriut, nga Italia, nga Shqipëria sigurisht që është banda e qytetit Korçës, që është shumë e rëndësishme për ne dhe shpresojmë shumë që të ngrihet akoma më shumë në të ardhmen. Është banda fisnike e orkestrës Forcave të Armatosura të Shqipërisë. Është një bandë italiane, të cilët kanë një traditë mbi 200 vjeçare në instrumentet e frymës. Të gjithë janë bashkuar në këtë qytet për të mbajtur koncerte, për të ndarë skenën midis tyre dhe pse jo për të stimuluar sa më shumë bashkëpunime midis tyre. Artistët italianë sot kanë mbajtur workshop për të gjithë të rinjt ose për të interesuarit pranë qendrës kulturore. Kalimi i orkestrave në rrugët e qytetit ka tërhequr vëmendjen e banorëve turistëve, ndërsa atmosfera festive është shoqëruar me interpretime që sjellin tradita të ndryshme muzikore nga vendet pjesëmarrëse. Dirigjenti i orkestrës frymore të Forcave të Armatosura, Major Altin Babameto, vlerëson rolin historik të Korçës në zhvillimin e muzikës frymore shqiptare, duke kujtuar se pikërisht ky qytet ka një kontribut të veçantë në lindjen e orkestrave të para shqiptare. Gjë e parë është ndjesia. Ndjesia është fantastike. Me thonë, Korça e meriton këtë gjë. Përveç faktit që Korça është qyteti i parë që kanë lindur orkestra e parë zyrtare e shtetit shqiptar. Gjithë zona juaj ka një merit shumë të madhe, duke futur këtu dhe dardhën, se dardhianët në Amerikë bën atë formacionin e parë muzikor shqiptar që mbështeten më pas formimin e shtetit shqiptar dhe qeverinë e parë shqiptare që ka bërë ceremonialet. Dhe unë jam shumë i lumtur sot dhe që vi në Korçë dhe shikoj kaq shumë orkestra të huaja frymore rrugëve të Korçës. Është një atmosferë fantastike. Me eksperiencën time në Europë, kam parë që si qyteti Korçës janë të pakta qytetet që bëjnë këtë gjë. Dhe është për t'u falenderuar kjo iniciativë dhe mbajni dhe shtojeni pothuajse çdo vit, sepse është një gjë shumë e mirë për qytetin, për rinin edhe për gjithë jetën artistike tuaj. Festivali ka sjellë për herë të parë në Shqipëri nga orkestra historike të qytetit të Kotorrit, një formacion me më shumë se një shekull e gjysmë histori. Dirigjenti Dario Krivokapić u shpreh se pjesëmarrja në Korçë është një eksperiencë e veçantë për orkestrën e tij e vlerëson organizimin e festivalit. My name is Dario. We are from Montenegro. Ne jemi nga Mali i Zi. Orkestra jon është nga Kotori i Malit të Zi. Është një nga orkestrat më të vjetra në Ballkan, e themeluar në vitin 1842. Kështu që këtë vit ne festojmë 184 vjetorin. Kjo është hera jone e parë në Shqipëri dhe çdo gjë është perfekte fal Ilirit dhe gjithë organizimit. Jemi të kënaqur që jemi këtu dhe shpresojmë që çdo gjë të shkojë shkëlqyeshëm. Shpresoj gjithashtu që koncerti i nesërm në mbrëmje të jetë perfekt. Sot do të performojmë marshime, ndërsa nesër do të luajmë shumë kompozime të tjera, kompozime të njohura, muzikë filmash, muzikë klasike e çdo gjë tjetër. Është një vend shumë i bukur, një organizim i përsosur, përgëzime të gjithë qytetit, sepse është vërtet një mikpritje fantastike. Jeni të mrekullueshëm. Faleminderit pafund për mikpritjen. Pjesë e festivalit është edhe një band italiane me afro 2 shekuj histori, e cila solli në Korçë repertorin e traditën e saj muzikore. Drejtuesi i bandës italiane falenderoi organizatorët e qytetin për mikpritjen, duke theksuar se festivalet të tilla krijojnë ura bashkëpunimi mes artistëve e vendeve të ndryshme. Vostro pensiero
È un posto bellissimo. Banda jon ka rreth 200 vjet histori dhe jemi bashkuar me një band tjetër nga provinca e Kazertës. Ne jemi nga Marke, në Itali, dhe së bashku marrim pjesë në disa festivale, ku njëri prej tyre organizohet në vendin ton që quhet Castignano dhe jemi në edicionin e 3. Jemi shumë të lumtur që ndodhemi këtu dhe që ndajmë me ju këtë eksperiencë Facciamo fantastike. diversi festival, di cui uno al nostro. Organizatorët shprehen se festivali nuk synon vetëm të pastorojë kalendarin veror të aktiviteteve kulturore, por edhe të nxjisë interesin e brezave të ri për instrumentet frymore, një traditë që ka shoqëruar për dekadash identitetin artistik të Korçës. Drejtoresha e Artit dhe Kulturës në Bashkinë Korçë, Blerta Belliu, tha se festivali ka kaluar fazën eksperimentale e tashmë shpisë e përhershme e kalendarit kulturor të qytetit. Festivali ndërkombëtar i bandave ka filluar vitin që kaloi si një eksperiment i cili funksionoi dhe tashmë do të kthehet në një traditë. Takohemi në edicionin e 2 të Festivalit ndërkombëtar të bandave, i cili edhe këtë vit do të ketë trupa të ftuara, siç është Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Italia, është banda e forcave të armatosura, qyteti i Korçës sigurisht nuk mund të mungojë, do të jetë një 2 net besoj unë net të cilat do të kenë paradën e trupave pjesëmarrëse, do të ketë dhe 2 koncerte, të cilat janë ndarë një koncert në zonën këmbësore dhe një koncert te Pazari i Vjetër. Mund të them me plot gojë që ky është festivali i vetëm në Shqipëri, festivali i bandave, sigurisht që shërben jo vetëm për si thua për festivalet e verës që ne kemi për turizmin, por është dhe një festival i cili shërben sidomos instrumentave të frymës, të cilat janë drejt zhdukjes në Korçë, por edhe në gjithë Shqipërinë, kështu që ky festival do të shërbejë për të nxitur dhe të rinjt për të marrë sa më shumë me këto instrumenta dhe pse jo të mos ketë vetëm në Korçë, por të ketë në gjithë Shqipërinë festivale të tilla. Me parada, koncerte e interpretime nga disa prej orkestrave më të njohura të rajonit të Italisë, festivali ndërkombëtar i bandave po shndërron Korçën në një pikë takimi të traditës së kulturës muzikore. Organizatorët synojnë që ky aktivitet të vazhdojë të rritet nga viti në vit, duke kthyer qytetin në një qendër të rëndësishme të muzikës frymore në Ballkan.